Një nga konceptet e mia për mënyrën e ushtrimit të detyrës së kryetarit të shtetit është të qenit më i pranishëm në mjediset shoqërore, politike dhe mediatike për cilët apo zhvillohet vetë jeta e vendit. Nuk kam dëgjuar kandidat tjetër të ketë paraqitur një projekt që nga zyra e kryetarit të shtetit i ofrohet politikës për të sjell një ndryshim të klimës politike, të marrëdhënieve midis institucioneve, si dhe të procesit politik dhe institucional tërësi. Unë edhe këtë herë nuk besoj se po krijoj ndonjë të re që nuk është të njohur nga gjithë ndërjeri në politikë apo pasqyrimi publik i saj në Partinë Socialiste apo në qeveri. Pra, ky projekt me cilin lidhet vëmendja e opinionit edhe këtë herë është një kurorëzim ose produkt i maturuar i 15 vjetëve jetë dhe vërimtari politike. Ai kanë themel synimin dhe përpjekjen për të afruar shoqërinë, politikën dhe demokracinë shqiptare sa më të vlerave euroatlantike. Këtë herë projekti im nuk ta përsëris nuk bën gjë tjetër veç se sjell këtë eksperiencë në miqërimin me të përshtatshëm në kushtet e ndërkombëtare politikës. U ofron të gjithëve një vend për pjesëmarrje. Një mënyrë dhe një hapësirë që po të largohet konflikti mistrec, të themi. Konflikti që lidhet me interesa okulte, informale, private, apo që buron nga mungesa e projekteve, alternativave, ideve dhe arsye profesionale për të realizuar reformat e nga sistemi qeverie. Atëherë do të kishte vërtet më shumë mundësi, hapësira, liri dhe produkte për konkurim profesionistësh dhe të politikës gjithashtu, por edhe për më shumë pjesëmarrje të profesionistëve të tjerë, zot na ruaj sikur të vazhdonin politizonin gjithçka. Konkurruesit, kandidatët, aplikantët duhet më mos kalojnë nga zyrat e shefave të radhës. Një nga provat e aftësive tona konkurruese, një nga shfaqjet e dinjitetit të përfaqësimit të shqiptarëve sot në botën moderne, janë paqëruesit tanë. Përse politika shqiptare nuk duhet të ndërtojë modelet dhe strukturat e paqëruesve, e paqëbërësve të saj. Më lëri kujtoj që dy protagonistë që qëndrojnë pak gjatë në politikë, nuk mund të qëndrojnë dhe të vazhdojnë votojnë vetëm për shkak të konfliktit. Dhe në qoftë se do të ishte e vërtet kjo gjë, të paktën njëri prej dyre duhet ishte vrarë. Kjo do thotë që ne nuk kemi mundur, mund të jetë përshtypja që i jepet publikut, apo nuk kemi dashur të vrasim një tjetër. Në këtë gjëdim duhet të thënë që në të ishtë ndërë dhe konflikte të mëdha, në vismet, ka e një burë politik në mësë, dhe prapë nuk kemi vrarë dot njëri tjetrin, kemi dashur të vrasim njëri tjetrin, nuk kemi likujduar, sepse elektorati ka dhënë mesazhe të tjera, mesazhe të bashk ekzistencës, ka një tendencë dhe një fill gjithnjë të pranishëm në politikën 15 vjeçare të shqiptarisë demokratike pluraliste, që është
partneriteti dhe besimi midis drejtuesve të grupeve politike për të ndërtuar marrëveshje të mëdha që kanë sjellë ndryshime dhe kanë bllokuar reforma të mëdha që kanë ruajtur stabilitetin dhe kanë siguruar vazhdimsinë edhe të zhvillimit demokratik të vendit, por sidomos të sektorëve në të cilët influencon politika. Ka qenë një sfidë interesante, më lejoni ta quaj vetëm kaq, se nuk ka qenë vrasëse, të krijoje mundësinë dhe mjedisin për të bërë të mundur që satarët dhe qytetarët të bashkëtonin në politikë. Apo që militantët dhe profesionistët ta pranonin njëri tjetrin në të njëjtën llogore të reformave apo të qeverisjes demokratike. Pra ka qenë një eksperiencë interesante e cila nuk është e zezë, nuk është e gjitha e bardhë, por nuk është bardhë e gjithra. I ka gjitha gjëra, ne jemi këtu ku jemi, Shqipëria është transformuar në një mënyrë rrejtësore. Militanti i një partie të madhe nuk dallon shumë nga kryetari i një partie të vogël. Sepse është ky fenomeni që nëse s'më merrni për keq në eksperiencat e para të shfrytëzimit të lirisë në demokraci, shqiptarët filluan të imitojnë njëri tjetrin. Pra ti do të thënë me biftek, unë do të thënë me biftek mangu. Ti me qofte unë me biftek. Ti me kokoshka, unë me fara. Sa larg duhet kjo kohë tani. Sepse jemi në kohë kur ka edhe sa të bilën. Të paktën dy ekrane mediatike ku konkurrohet. Dhe një kryetar luftë-nxitës i një partie të vogël është po kaq i rrezikshëm sa një kryetari të një partie të madhe të dalë nga kontrolli një turm militantësh të egërsuar apo që u është errësuar pamja për shkak të një konflikti të madh, social apo ekonomik. Ndryshimet e Berishës periudhës parë qeverisë me Berishën e kësaj periudhe qeverisë janë gjithashtu të dukshme në tërësi. Dhe megjithatë ju po personalizoni pyetjen çka ndodhur që Berisha ka ndryshuar qendrim ndaj Fatosnanos. Unë besoj se çdo gjë mund të ketë ndodhur dhe vetmi arsye që përjashtoi janë ato 2 votat që i mungohen Berishës. Nuk është 2 vota apo 16 vota të Fatosnanos apo nuk e di se sa uri për vota të majorancës ka drejtuesi aktual i saj që më pranon apo s'më pranon. Unë besoj se kryeministri foli në parim. Edhe në rastin konkret, votuesit parlamentar janë ata që mund të skualifikojnë nëpërmjet votës, por jo të përjashtojnë hyrjen, aplikimin në konkurim. Ka një logjik tjetër që mua më përdon me parashikojmë më të mirë. Sepse në qoftë se të katër do të ishte rezultat i një dite diel apo dite të njëjtë pazari, atëherë në fund të ditës do detyroheshin të bëjmë auditin se sa kushton një vot, sa na kushton një vot, apo se sa janë humbjet për shkak të rrjedhjes apo blerjes apo shitjes Allish Berisha të një vote. Unë nuk e kam pranuar kur pazarin në ballafaqimit politik as me kundërshtarët. Qa garancie pas ka marrë, qa ka dhënë Fatosnano që të fusit duart në 78 apo 80 votat e Berishës? Për mua nuk ekziston kjo gjë. Ekziston për shkak se unë nuk e pranoj pazarin. Ose unë ndërtoj këtë arsyetim mbi faktin që Berisha nuk ka asnjë interes të mbështesë kandidaturën e Fatosnanos. Politik apo personal. Pse? Sepse Berisha është komplet logjik në arsyetimin politik dhe publik që përsëritet edhe sot, që majoranca ka kandidatin e saj. Dhe ky është një fiksim pozicionesh të palëve. Çfarë do t'i bënte palët që ja afrohen pension? Pagari votat. Prandaj janë taktikat dhe kulisat e bojkotit, të pjesëmarrjes, të mos pjesëmarrjes, të tërheqjes nga seanca, sepse nuk
ekziston liria apo besimi dhe siguria se do vot dhe ka në mënyrë të orientuar të zgjidhur që kërkon vendi dhe shoqëria, unë nuk e pranoj këtë logjikë. Për shkak se asnjëra nga palët nuk i pas ka votat, kjo është një hapësirë që duhet zgjeruar e mjaftueshme për konsensus, në të cilin duhen llogaritur jo vetëm interesat e vendit, por dhe faktorët që frenojnë zgjidhjen, si dhe pasojat e mungesës zgjidhjes që është zgjedhje e parakohshme dhe një periudhë destabiliteti e gjatë e vendit. Unë nuk kam hyrë në një garë të tillë. Në një garë që ka paraprakisht në xhep, në njërin xhep, pasi ke nxjerrë nga xhepi tjetër, karta apo vlera të cilat janë fiksuar në një pazar apo në një marrëveshje private. Më lëni të përsëris qetësisht sa herë tjetër në veshën e bëj prap, dhe në mënyrë kategorike, që në asnjë nga takimet e mia me zotin Berisha deri në sot, nga 91 deri në 2007, nuk është biseduar asnjëherë kurrë është e pamundur të bisedohet midis dy protagonistëve kaq të komplikuar madje politik për interesa personale apo private. Kur? Unë besoj se Berisha edhe kur vetë citon ose nuk citon citat elektorale, është një gjendje të kuptoj mesazhin që po vjen gjithnjë më shumë dhe më fort nga shoqëria për nevojën e një balance politike, të një ekuilibri politik. Jo thjesht numerik, dhe pastaj do të përfundojmë nga pazaret, midis kampeve o palve, por të një gjendjeje të politikës e cila favorizon më shumë profesionist për të kontribuar në drejtimin e punëve publike, në drejtimin e shtetit dhe të vetë politikës. Unë nuk shoh arsye tjetër përse vjerësit tonë në diferencë, unë jam në diferenca të vogla midis botës së re dhe botës së vjetër. Unë nuk i dorëzohem kaq kollaj demagogjisë populiste për politikë të re me mbroshkulla brenda dhe politikë të vjetër që konkuron me ide dhe me projekte. Jam në hapësirën time. Nuk jam për të mbushur hapësirat që mund të lërë bosh dikush tjetër, apo për të ndaluar lëvizjet sismike politike që do të ndryshonin skakjerën dhe numrat e stabilitetit sotëm qeverisës. Është prishur në tërësi balanca politike në vend, saqë palët duket se kanë humbur toruan. Prandaj ritmi i përparimit të punëve në ligjbërje, në ligjvënie, në administrim publik, në procesin politik të menaxhimit të përbashkët bipartizan të kostove të reformave të rëndësishme, ecin avash. Pra unë nuk besoj se për shkak të dimensioneve majoranca ka qartazi një qëndrueshmëri publike. Nuk besoj se ka më shumë disuazion apo qarje programore apo interesesh po të dëshironi brenda saj që e kanë sfumuar kohezionin në majorancës sot me qeverisë. Unë shoh kundër. Aty ku ka ballafaqim midis formacionesh politike të qëndrueshme, unë do të dëshiroj edhe opozita të ishte kaq e qëndrueshme. Aty është hapësira dhe terreni më i mundshëm për konsensuse të mëdha, për marrëveshje të mëdha, sepse formacionet të qëndrueshme i japin nëpërmjet marrëveshjeve të qëndrueshme qëndrueshmërinë vendit për zhvillim dhe integrim. Formacione në lëvizje, formacione që i mbështesin objektivat e tyre politike në çvendosje, kavalerie, jeniçerësh, pushkatarësh, siç u thash, para dhe pas shpinës së kundërshtarit, nuk besoj se mund të sjellin në gjë të mirë as vetës, as vetë. Unë nuk besoj se nëse nuk ka një arsyetim dhe interpretim të drejtë dhe të drejtë për drejtë madje të politikanëve, siç e ka shoqëria shqiptare për nevojën e shmangjes së zgjedhjeve të parakohshme,
të cilat do të ndërprisin jo vetëm jetën e politikës, por do të ndërprisin jetën e shoqërisë. Ciklet ekonomike jashtëzakonisht favorshme që po përjetojmë. Më lejoni ta them këtë vetëm me një fjalë. Shqipëria është i vetmi vend në Ballkan aktualisht që nuk është në agjend krizash dhe emergjencas të asnjë institucioni të rëndësishëm ndërkombëtar. Në rast se ky qamet i madh, se këtë duhet zgjidhnim, që shpesh dominon dilemat e ditës, nuk besoj se do të dominoj dilemat e 4 raundeve presidenciale që kanë mbetur. Do të varet në një vot. Në lejoni të them që do të ishte një rast i mirë për të thënë që jo atë që ky vend s'bëhet, po që mos e bëra dot. Grupi parlamentar të cilit i përkas është një grup me shumë vlera, me shumë pjekurim, me shumë eksperiencë. Ka dhe të rinj, sigurisht, por ajo që dominon në pikpamja e vlerave është kjo që po them. Varet shumë nga drejtimi, nga fryma, drejtimi politik i partisë, apo objektivi luftarak ose jo luftarak që i jepet grupit në një moment të kur që të shfaqen tash vlerët që ekzistojnë. Kjo është jeta në fundit, ose të janë simptomat e sëmundjeve politike që largojnë edhe njerëz nga detyra ose nga përfaqësimi. Se nuk besoj se detyra politikane është luajë vetëm basketbollave. Është një mënyrë relaksi dobishme. Por nuk do të thotë që dështon politikë shkosh në basketboll ose në tjetër. Zëri Rama ka ndërtuar logjikën e leadershipit të vet në Partinë Socialiste dhe në koalicionin opozitar, duke vendosur një hierarki ose një radhë gjërash të rëndësishme, në krye të cilës ka vendosur mbrojtjen pasi arritën ta bëjnë të koalicionit. Dhe këtu fillon diskutimi. Sepse në rast se koalicioni është vetëm bashkim numrash dhe interesash që dimensionojnë numrat, në eksperiencën time politike bëhet i paqëndrueshëm. Bëhet i dritë, bëhet zep, edhe marrëdhëniet të ministrese, sepse pas çdo interesi riqfaqen numrat, shpesh me shenja të kundërta, dhe produkti përfundimtar, rezultati që del nga qëndrimi i një koalicioni interesash që lidhen me numra, ju kuptoni që në politikë interesat që lidhen me numra shpesh financiarizohen gjithashtu. Nuk ka jetë dhe nuk jep rezultatin që kërkon masa e votuesve të koalicionit, edhe si shumë elektorateve të subjekteve të veçanta që e përbëjnë. Në rast se politikat e koalicioneve mbyllen në tryeza krerësh, kjo e bën akoma më të brisht edhe procesin, edhe qëndrueshmërinë dhe rezultatin politik të bashkëpunimit. Sepse nuk është e mundur që numrat të zotërojnë vlerat apo konceptet programore. Po që po them është eksaktësisht ajo që tha dhe një njeri me eksperiencë si Zoti Ruçi, që në zgjidhjet e mëdha që kërkojnë arsyetime dhe marrëveshje të mëdha, konsensuse të mëdha, për detyra të mëdha, siç është kryetari i shtetit, është provuar e gabuar që prioriteti i numrave, për shkak të numrave, të jetë të vogël. Sepse autoriteti i munguar, si në rastin e konfliktit aktual midis institucioneve,
nuk mund të mbushet nga njerëz pa autoritet, nga parti pa autoritet, nga struktura pa autoritet. Një autoritet i vockël nuk mund t'i drejtohet një mjedisi të gjerë, elektoral dhe shoqëror, të cilin e dominojnë legitimisht partitë e mëdha. Sepse sa herë që kanë dominuar interesat mistrece, byreku për të ndarë ka qenë më i vogël. Dhe në një shtëpi të varfërish sherrri fëmijëmarrë nëse diku rënden një cel që nuk i takon sipas rregullave familjare. Zoti Rama vjen në një familje që nuk është ndryshme nga Zoti Truçi apo Inja, apo Zoti Dinush, apo Zoti Berisha. Ç'do të them? Zoti Rama ka qenë ndoshta më afër se unë me byro politike. Është një si rëllet. Nëna. Unë dhe zoti Ruçi kemi hyrë, kemi dalë në për komitete partije qendrore apo lokal, ashtu si zoti Berisha, apo zoti Gjinushi, qeveri që atë kohë. Dhe unë nuk besoj se zotin Rama do ta karakterizonte ajo që unë përjetoj ende në memorje si një nga kujtimet më të hidhura të vetmit plenum të Komitetit Qendror, ku marr pjesë ditën që udhëzua monumenti i Enverit. Ku i vetmi që kërkoi luftë deri në pikën e fundit të gjakut, po ishte një moshë shumë të rëndë, të mëgjese, të luftojmë deri në pikën e fundit të gjakut të shoku Spiro. Dhe për mendimin tim që ta mbyllim të arsyetim, një demokraci pa mirënjohje është një demokraci e kazermës. Gjithçka në politike kam ndërtuar dhe mbi ndjenjën njerëzore të mirënjohjes për kontributet dhe sakrificat e të gjithëve dhe vetëm të mijat. Kur them që patjetër do vishë në shumë aspekte që do ta mbajë. Se nuk mund të degradoj një organizëm kaq me jetë në demokracinë shqiptare, me kaq produkte, me kaq efekte në jetën e gjithëve, për shkak të sloganit politike e re në drejtim gabur. Problemi është që për mua politik e pa vjetrueshme është politika që konkuron me projekte, me ide, me alternativa që afrojnë vendin me standardet euroatlantike dhe me vlerat e kësaj bote. Dhe kjo nuk është çështje fazade, është çështje përmbajtje. Është çështje produkti të matshëm në ballafaqimin, jo vetëm me kundërshtarin, të cilin nëse politika e do të thotë kandidat armik o kandidaturë. Kjo është shumë e vjetër, nga e cila Partia Socialiste është ndarë prej kohësh. Pra, jo vetëm me kundërshtarin, por sidomos me të gjitha realitetet miqësore ku po integrohemi. Fqinj si e mirë, po hapemi në rajon dhe po humbasim tregun e barit në Shqipëri, sepse po vjen bar nga Maqedonia, kështu? Nuk janë kaq miqësore realitetet ku po integrohemi. Janë konkurruese, dhe në rast se nuk konkurrohet me aftësi, me iniciativa novatore, apo aftësi thithse të teknologjive dhe të informacionit konkurrues të ekonomisë globale, do të përfundojmë shumë shpejt në armiqësira të reja. Pra, politika të reja që trajtojnë realitetet në të cilat konkurrohet si armiqësore, janë politika të destinuara të dështojnë, sepse janë politika që na kthejnë mbrapa. Edhe nuk kam çishtoj kësaj fryme dashamirëse me të cilën vazhdoj të kritikoj politikat e vjetruara që ndrojnë ngjyrë. Unë kam zhvilluar veprimtarinë time politike në raport me çështjen kombëtare dhe me çështjen e Kosovës, jo vetëm në publike, por për rreth disa tezave publike. Si për shembull, që Tirana dhe Prishtina mund të takohen vetëm në Bruxelles, tash pak në Beograd. Që
Jo vetëm pavarësia e Kosovës mund të qetësoj Ballkanin, por dhe pavarësia e Serbisë do t'i japi fund destabilitetin në Ballkan. Që rrugët e komunikimit tonë kombëtar, si rruga Durrës, Morin, Prishtinë, nuk mund të jenë vetëm korridore të mbyllura kombëtare, por duhet të kenë dhe degëzime drejt Niçit dhe Evropës veriore. Unë edhe kur kam takuar Slobodan Miloševićin në samitin ballkanik të Kretës, kisha pak a shumë një mandat të ligjshëm të konsultuar dhe me zotin Rugova dhe me zotin Bukoshi, që ishin drejtues të kohës të Kosovës rezistente, por dhe me gjithë anëtarët e grupit kontaktit nga i cili vija dhe bisedoj për menaxhimin e njërës për hallkave më delikate, dhe fjalë për vjeshtën e 97-ës, të procesit shpërbërjes të ish Federatës Jugosllave. Dhe Miloševićit i kërkova me të njëjtën logjik dhe me të njëjtin ton, ose arsyetim, të anëtarëve të grupit kontakt, Shtetet Bashkuara, Francës, Gjermanisë e tjera, që të hapej ndaj Rugovës dhe të çlironte hapësirat ekzistuese për kohën kushtetuese ndaj Kosovës, si dhe të pranonte negociatat ndërkombëtare për fillimin e përfshirjes së Kosovës në administrimin e pasojave të shpërbërjes së ish Federatës. Tjetër dihet si reagoi Miloševići dhe prandaj erdhën bombat. Dhe prandaj unë kam thënë që unë isha lajmëtari i rrethimit demokratik të Serbisë dhe i bombave të para që garantuan çlirimin e Kosovës. Një nga konceptet e mia për mënyrën e ushtrimit të detyrës së sekretarit të shtetit është të qenit më i pranishëm në mjediset shoqërore, politike dhe mediatike ku përcillet apo zhvillohet vetë jeta e vendit. Një nga